Edhe me dita. Sot ju kemi thirrur për të folur për një situatë që askush nuk do donte ta shihte. Vendi ynë është në prag të zgjedhjeve të reja. Dhe pyetja që shtrohet është shumë e thjeshtë. Pse po shkon Kosova përsëri në zgjedhje të reja? A ishte e pashmangshme kjo situatë? A nuk është rrugë tjetër? A nuk është mundësi që vendi të kishte sot një president dhe institucione stabile? Në vlerësimin ton, përgjigjja është e qartë, po kishte mundësi. Por ata refuzuan nga shumica parlamentare. Siç e dini, lëvizja vetëvendosje në zgjedhjet e 28 dhjetorit i fitoi 51% të votave. Qytetarët u dhanë edhe një mandat për të krijuar institucione. Dhe me këtë mandat, ata konstituuan kuvendin, e formuan qeverinë më të madhe që ka pasur Kosova ndonjëherë. Pa pasur nevojë për askënd tjetër. Askush nuk e kontestoi këtë drejtë. Por zgjedhja e presidentit është një proces tjetër.